Italianët vijojnë të jenë në krye të listës së kompanive që kërkojnë të lidhin kontrata me fasionistët shqiptar. Madje kriza e përhapur në këtë shtet i ka çuar kompanitë të mëdha që të kërkojnë nga firmat shqiptare realizimin e një prodhimi të plotë në vendin tonë. Deri tani kontratat e lidhura bazoheshin në materialet e fasonit që vinin të gatshme nga vendet e tjera dhe qepeshin në Shqipëri. Për kreun e shoqatës së prodhuesve të veshjeve dhe këpucëve, Flamur Hoxha, kjo periudhë konsiderohet si sfidë për firmat shqiptare për të shtuar bashkëpunimin me kompanitë e huaja. Ka shumë interesime dhe rikthyrje të gjithë shumë kompanive në Shqipëri. Mendojmë që momenti aktual që është shfaqur në Itali ka bërë të mundur që shumë klientë t'i drejtohen sipërmarrjes shqiptare dhe t'i kërkojnë që brenda mundësive partnerët shqiptar të ofrojnë një produkt të gatshëm. Dhe nëse do arrihet të konkludohet kjo lloj marrëveshje me partnerët shqiptar, norma e fitimit për këto kompani do të jetë më e madhe, siguria për rritjen e eksporteve do jetë në rritje sipër. Në kushtet aktuale, një kërkesë që vjen nga bizneset fasone është pikërisht përjashtimi i aktivitetit të tyre nga TVSH-ja. Në një linjë prodhimi, disa qindra mijë euro, TVSH është një shumë mjaft e rënd dhe nuk ka potencial ky biznes, nuk ka mundësi që këtë TVSH ta paguaj të presi të gjithë rrugën ligjore për të rimbursuar. Dhe në këtë rast mendoj që jam shumë i sigurt që deti ku e pengon të sipërmarrje për të rritur dhe për të zhvilluar. Në bazë të dhënave të Instat për muajin janar, eksporti i grupit tekstile dhe këpucë u rrit me 5.7%.